Socialiste është e vetmja forcë politike që mund të çojë jo vetëm qarkun ton, por gjithë Shqipërinë para. Dhe 11 maj është ditë historike për të gjithë ne, pa përjashtim, për të gjithë qarkun dhe jo vetëm. Deri në 10 maj ne nuk kemi asnjë garë këtu me njëri tjetrin. Ne kemi vetëm një qëllim, një objektiv. Të mbështesim dhe të maksimizojmë votat për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën. Edhe unë duke ju parë këtu sy më sy, si mik, shok dhe vëlla, si në familjen time, si një antar i kësaj familje, po ju them sinqerisht, unë për gjysmë vote vëlla nuk e keni den ç'a bëj. Por mua nuk më hyn në punë fare mandati pa Partinë Socialiste dhe pa Edi Ramën. Kështu që të gjithë të bashku mobilizohemi, të maksimizojmë të gjitha votat dhe të tregojmë që numri 5 të jetë tërmet Partia Socialiste, tërmet Edi Rama, tërmet dhe unë me ju bashkë të vazhdojmë përpara dhe t'u tregojmë atyre që ne kemi një slogan vlla, ne kemi punën dhe fjalën e mbajtur. Kështu që faleminderit gjithëve juve, respekte pafund dhe unë jam mësuar që bëj surpriza. Mendoj që të gjithë bashkë do bëjmë surpriza në qarkun ton, komandant. Ti jesh i garantuar. Unë thyej rekord vlla. Këtë do ta lëm në 12, do flasim dhe të gjithë së bashku pastaj për të gjitha ato që i kemi lënë për gjysmë dhe ato që akoma kanë nevojë, jo qarku për gjithë Shqipëria. Shumë mirënjohës, shumë faleminderit. Respekte pafund. Rrofshi ju, rroft Partia Socialiste, rroft kryetari, për mua komandanti. Shumë